Gjatë këtij muaji, Drejtoria e Inspektorateve ka realizuar aksion për të mbrojtur të rinjët, duke ndaluar shitjen e pijeve energjike dhe alkoolike për personat nën moshën 18 vjeç. Lidhur me këtë, drejtori i Drejtorisë së Inspektorateve në Prizren, Islam Ukimeri, shpjegon se inspektoratet kanë kontrolluar tregun dhe kanë vendosur shenja paralajmëruese në lokale dhe dyqane për të siguruar zbatimin e kësaj mase. Drejtoria e Inspektorateve në këtë rast sektori i tregut ka ndërmarrë një aksion të inspektojë të gjitha lokalet që bëjnë shitjen e cigareve, po faktikisht që bëjnë publikimin e cigareve që nuk janë të mbyllura dhe pijeve alkoolike, që gjithë ato që shiten nën moshën 18 vjeçare dhe gjithë ato lokale që nuk e kanë prezantuar blerja e cigareve dhe ndalohet blerja e alkoolit nën moshën 18 vjeçare, të gjobiten dhe të terminen gjitha masat sipas ligjit në fuqi. Të gjitha lokalet, marketet apo kafeterit që bëjnë publikimin e alkoolit dhe që nuk e kanë të vendosur shenjën që është dalesë të bëhet blerja e alkoolit apo cigareve nën moshën 18 vjeçare. Aksioni kësaj here është përqendruar në qytet, por së shpejti kjo do të realizohet edhe në përfshatra, sidomos në afërsi të shkollave kudo që janë ato, tha ai. Kjo vlen për shtetin e Prizrenit, por shumë shpejt kodit gjitha lagjet e Prizrenit dhe gjithë qyteti, atë do të vazhdohet edhe në përfshatra, ku në afërsitë të shkollave, në afërsitë të objekteve, kudo që janë, gjitha marketet që janë në përfshatra, ku bëhet shitja e alkoolit apo e cigareve, në ato vende ku nuk është prezantuar shenja që ndalohet blerja dhe shitja faktikisht e alkoolit dhe cigareve nën moshën 18 vjeçare, do të gjobitet dhe të procedohen lëndë në gjykatë. Qëllimi është ruajtja e shëndetit të rinjëve dhe ndërgjegjësimin për rreziqet e konsumimit të tyre nga produktet në moshë të re.